Lady Myrtollaj. Ky zotnia thot që I ka fitu me punë me djers, por këtë s'ja beson njeri. Janë shumë në fakt, por kohët e fundit për shembull është kjo mashtrimi I vogël në lidhje me votën që shkon dëm. I kanë mbushur mendjen njerëzve që votat tek një parti e re shko ka dëm, sepse votat e një parti e vjetër, ku qytetarët kanë parë se çfarë kanë marrë nga vota që kanë dhënë dhe s'kanë marrë asgjë, ajo na që nga plot ajo. Ma absurdja është kur dëgjon që thonë ti agron je djali I mirë, ja ke dal vet, nuk e qeni përlyer me pushtetin, por je I paprovuar. Kjo është çmenduri. Mua më vjen t'i them, ore shikoni, nga Rama s'keni marrë asgjë, nga Berisha s'keni marrë asgjë, vetëm unë nuk kam mbetur. Ishte dikush që komentoi, më thoshte si ke bër lekët sepse ne kemi 30 vjet që punojmë dhe si jemi pasuruar, ti na që ke bër milioner. Me çaj ke bërë ti, ishte një koment I tillë, shumë mosbesues. E mirë kuptoj, sepse këtu jemi rrethuar pjesa më e madhe ose paktën ata që dalin më shumë, që duken më shumë, janë njerëz që nuk e kanë dalë me punë dhe mund të duket e pamundur ose shumë e vështirë që dikush mund t'ia dalin me punë të ndershme. Por I them atij komentuesit që me punë, e kam bërë me punë, po tani numrin se kam, vetëm ta marr në Messenger, ka ti mesazhin ja. Lady Myrtollaj. Ky zotnia thot që I ka fitu me punë me djers, por këtë s'ja beson njeri se me punë e me djers të bësh qindra miliona, vetëm bufje beson. Po nejse, unë I bëj thirrje Klejdit, nëse ke dyshime mi si jam pasuruar unë, hajde një ditë të zyra ime, të shoqëroj tek bizneset e mia dhe të shpjegoj se si e kam bërë. Mund ta shpjegojnë bashkëpunëtorët e mi Klejdi, vetëm që ja kam dalë me punë të ndershme, po unë kam edhe dëshmimtar. Nga 2005 deri më sot, kompanitë e mia kanë punësuar të paktën 50.000 veta. 50.000 të rinj dhe të reja kanë marrë të paktën një rrogë te kompania ime, Klejdi, dhe ata janë dëshmimtarës se si ja kam dalur me punë. Përshëndes dhe të pres.